Ende nuk janë paguar dëmet në bujqësi nga breshëri 2 viteve më parë. Bujqit e Pollogut sot protestuan para komunës së Tetovës për të shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me mos pagesën e dëmshpërblimeve. Njerë ka problemi dokumentat në ministri, në qeveri, në komunë, nuk e di ka problemi. Masandi kem në komunë të kam me kryetarin në 10 orë. Na premtojnë janar dhe lishohen paret, janari shkoj, ka ardhur shkurti, njëjtë para zgjedhjeve na premtoi se do lishoje, nuk i lishoje në para zgjedhjeve, as mbas zgjedhjeve. Ne në grumullu këto për damet që na u bën 2024. Dhe kur një përgjigje nuk kemi. Jemi bifshati Gjepçisht. Dami ka qenë në rajonet tona mas shumëti. Të dëmtojmë në 100%. Komisioni që dol në teren e vlerësoi damin 100%. Dhe presa i ditë dhe sot ne kur gjas kemi. As informata, komisioni e vlerësoi damin 100%. Tapi komunës kemi as 5%. Dhe ne lipim tjenët barabat e në me Maqedoninë lindore. Nga ana tjetër, nga komuna e Tetovës sërish premtuan se brenda muajit bujqive do t'ju paguen dëmet. Institucionet përkatëse kanë përfunduar procedurat e nevojshme administrative, duke hapur rrugën për realizimin e pagesave. Sipas dinamikës së parapar, kompenzimi për bujqit e dëmtuar pritet të ekzekutohet deri në fund të këtij muaji. Bujqit paralajmëruan se në rast se nuk lëshohen parat, protestat e tyre do të vazhdojnë.